Përshëndetje shpirtat e mirë shqiptar, kudo që jeni dhe ju gurbeqart me zemër jashtëzakonisht të madhe. Gjithsesi jam I lumtur gjithmonë për këtë popull shqiptar e pastaj për veten time, për arsye se besimi është shumë I madh dhe fal mos keq përdorimeve kemi arrit deri këtu ndër vitet që 2 dekada e më shumë të kontribuojmë së bashku që mos të zbehet humanizmi. Dua t'ju jap lajmin e gëzueshëm se janë të buar 100.000 euro për herën e vogël, e cila është shtrirë në spital atje në Turqi dhe është në intenziv, por së shpejti do të futet në operim. Ajo kishte një aksident tepër të rënd, ku ka të bëj me flokët e saj, edhe kur zgjova mëngjes e pashën të but paratë dhe deshta të jap lajmin e gëzueshëm, Zoti ju bekoft, sinqerisht. Pa koment çfarë populli jemi. Faleminderit shumë nga zemra, sinqerisht. Tepër jam I gëzueshëm, tepër sepse është një farë krize ekonomike globale, por edhe në Kosovë është një krizë të bizneset të gjithë, pastaj gurbeqarët të harxhu para edhe në gyrbet atje në familjet e tyre, punët e tyre, bizneset e tyre, pastaj para edhe këtë në vendlindje në Kosovë me lanë, edhe të shku në Shqipëri me lanë para në Bregdet. Pasha Zoti, veç me na dal shpirti, ha? Kështu që faleminderit nga zemra. Wow, sa jam I lumtur për Zotin. Se më thoshin se gjëja se veç si lajm ose pa fotografi është problem, po gjithsesi falenderoj Zotin për besimin që ma keni thonë. Po je ki syzat pak me modesti, edhe për shkak zonit më falni pak se për ditë të iknu u lodh nga pak, për natën kthjellët zoni. Shumë jam gëzuar për Zotin, po, se ka nevojë njerëzit. Dhe unë jam ideal që kam thonë shumë herë, para shumë vite, dëgjoni, nuk ka nevojë mu kompleksu nëse Labinot Tahiri ka nevojë me shëru një antar të familjes, edhe mos me bë rastin publik ose mos me kërku, sepse nuk muj me shitë nuk ketë pasunim vetëm për një fëmijë, se I kam edhe 3 tjerë ose 2 tjerë, edhe nuk është e drejtë. Çka duhet me bë? Populli jonë është me azot dorën lapit ose atij tjetrit me ndihmu për me kry X raste. Edhe që Zotit ka vazhdu që ashtu edhe po vazhdon. Dhe gjithsesi lutem te Zoti edhe te populli im që një ditë ta realizojmë ta kemi spitalin leukemisë për kancerin, sepse mjekët thash një ditë I kemi shumë të mirë, por na don aparatura dhe medikamente për kancer, për leukemi, se dalin miliona euro në vit jashtë Kosovës. Ju e dini shumë mirë, miliona, mbi 10 milion, 20 milion dalin jashtë Kosovës. Unë uroj që një ditë, nëse unë nuk realizoj, të paktën me iniciu si kur kërkesë, edhe si puna e Rogovës që ka kërku pavarësia në gjithë jetën e tij, po nuk mundi me përjetu, edhe unë nëse s'muj me përjetu me po atë spital që është ndërtu edhe është duke shku në rrugën e duhur për popullin, s'paku ta gëzojmë popullin ta ketë si dhurat nga ana ime. Nuk e di brenda ose jashtë kuvendit jam apo s'jam, një ditë do ta realizoj këtë ëndër, se është ëndër që më provu shumë me këto rastet e leukemisë, shumë. Ju e dini si mbi 500.000 raste kena shëru mas luftës, bashkarisht. Është ka gjë punë e madhe, bërësani, ka gjë do të mu skuq, do të mu ullë me kërku mjete, edhe unë nuk përndën që me I shtetin tem as njëherë, as ministrinë e shëndetësisë, ka lidhje cili ministër është I shëndetësisë, nuk e kanë letë, ama është eron me kërku para, e mës me mujtë më shëru në vendin tanë, është eron shumë. Ju e dini, ju që jeni në Zvicër, në Gjermani, në Francë, kete kuptoj se si e bani jetën, po të paktën shëndetësinë e keni në nivelin e duhur. Edhe njeriu duhet besoj në shëndetësi fillimisht, pastaj në gjërat e tjera në vendin e tij. Se këto lukse nuk na mojnë shëndetshëm, këto veç kanë rëndojnë ditë e natë. Mjekësia do të më kanë nivelin më të lartë.
dhe dhash Zote që këtij populli të jep bashkim, dashuri dhe respekt ndërsjellë mes vete, mos të arri kur politika me na përqa labinotin me ty, e ty me mu edhe shumë të tjerë. Larg përqarjes, ju e dini, kam thonë shumë herë, programi politik votohet, vazhdojmë apëshe, neve po na bashkojmë vetëm humanizmi. Partia edhe politika shumë e personin është duke përqa. Nuk jam favor të saj. Edhe unë jam një farë politikani, po kur bre njetë se ja po në qofti vetë vendosës, i LDK-s, PDK-s, mazjedheve, kur njetë të në restoran vinë këtë partit politike, vla. Ju qes dreka, darka, bile, i lodhet i që i dreka, darka, vla. Se Kosova mbi të gjitha, mbi krejt është Kosova, mbi krejt. Mbi Labinot Tahirin, babën e ti, se dia e kuptani, që ka është shteti, dhe qyshe kena bo shtetin, qyshe kena kriju këtë liri. Edhe mbas këtyre, do të kujdesmi për njerëzit, sikur për familjet tona. Uroj një ditë që çdo gjë do të shkojë mirë në këtë vend. Do të lëvizoj ky vend qysh është mas mirëti. Nuk po e zgjati shumë, kalorës e më bukur se e di që jenë në përpunë, në përpushime, veç tash t'ja vap lajmin e gëzuar për herën e vogël, ku janë të buar 100.000 euro, thota prej shqiptarëve. Zot bani dorën dukatit, o zot. Sinqerisht po. Unë jam ka njeri ashpërës, e kuptoj e pranoj, po kështu menoj mirë shumë për popull, ma mirë so për vete se pasha Zotin e madh. Po mos kisha menu, isha të nejtë në far ishulli, të jetu atje bile. Ka një koncert i kisha bollen në gjune, shembull me shku në Spanjë, kisha këndu spanjesht, në Turki me shku në Antalya me jetu, kisha këndu turqisht, e ku ta dione, po e du këtë vend se kom hjek në këtë vend, vallaj shumë kom hjek. Edhe kena hjek gjenerata 7-9, 7-8 shumë, kena shit cigare, na njekëshin policia sërbe, shfercerat, kurse arroj një shfercer, e rrashin 5-6 polis, kur s'mu i kemi as minimumën, isha i rikët 4-15 vjetë. Në më thonë kena po sene, e lera mo ata që kam po luftën, ata që kam po luftën këtu, që kam përjetu të merrin, s'kam po shprej, s'kam ja mojt, nuk ban me arru, valla. Jeb një për dashuri, se ka shumë dashuri, pasha Zotin, jeb Zotit dashuri të ju që s'jam mërmenja, veç kërkani, largu rretjeve ndërpartijake, e ta bojmë këtë shtetë fort, me shëndetësi edhe me të gjitha. Ju e dini si më nalë kur të donacion, në ashtu a kes me thonë për Zotin, më palin si për thonë, po besoj që deri sot, në këta 2 mujt i kam dhonë gati 20.000 euro, për fli pjesën e shpatit edhe për këtë vojzën e për shumë tjera, si labe kam fjallin. Po kjo zë është ma e pakta, njerëzit kanë dhonë 200.000, 2 milion euro. Gërbeqartë japin milion euro për ndima. Po si lab, që ka shumë raste, mënona mësë mi dëshpëru njerëzit, mi o thonë motiv, mi thonë që ka zgjidhje, mësë dëshpëru, dhe sa të mash frym lërshëm, ka zgjidhje. Dhe më thonë, kërejt mujna me botë shtu. Gërbeqartë të dashur, nuk jam unaj që pa thonë valën syla një rast gjëja se labi ka interes për gërbeqarëve. Kjo është e vërtet, ka interes edhe Albin Kurti, Hashim Thaçi, Ramushi dhe krejt, pa ata kanë interes në vota, kurse unë i marë parët prej Gjermanisë, prej Amerikës dhe Zvicrës, edhe i bi këtu, a përshë që i mujë, unë i bi parët në Kosovë. Edhe, pa dash me dalë jashtë temës, valën sylës dhe plët vjo thamë që labi fillimisht ka dalë, ka Beogradi, ka Hungaria, Austria, München, në kam kena dalë, një grupi njerëzve, 12 veti kemi qenë, unë i kom pas 16 vete dishka, 17 i kom mush në Düsseldorf. Pra ndaj unë i du gërbeqarë se kom punu në baushtel, kom punu në kamarjer, kom punu, kom shit cigare, o, zëtë, zdisha, qka s'kom punu? Vetëm më bo kraj djath i prind vetëmi, tash më ka më zote dhe venit e në ato mundësit e mija për i kry punë. Kështu e kam su fëmit e me, zdia i keni po Eltoni dhe Duardi, kanë nejt, kanë nënshkru paragona, i kanë prit njerëzit, ju kanë qitë pije të restorani, ja u këmësu këtë rrugë të humanizmit. Se pa ta, nuk jemi njerëz. Spari dhe të me pas shpirtin bujar,
për më ta dhonë dikush tjetër ato që ja ka dhonë Perinia atina. Kjo i bjen që kur do ti më koni respektueshëm, dush fillimisht me dhënë respektin. Kur do ti më marr diçka për vete, dush m'ja menu tjetrit të mirën, më shumë se për vete. Se Zoti po menon mirë për labin për ty për atë tjetrin. Unë e di që gradualisht ka dale ka me punu shumë gjeneratat e reja me i bind që dëgjoni mirë. Ne nuk i takojmë atij popullit që menon veç për vete. Po shkojmë në një banes, pilon print atje, pi harroj print atje. Pi harroj nonën, babën, motrën, vllavin atje dhe atje. Jo, na jena popull edhe gjena që ja marrojmë djalit shtëpinë, çikën, që ke mundësi, që s'ke mundësi e hapin një cop tokë. Apo këton, po që jo, i mojnë në shtëpi, po jo mi thonë, që dil jashtë. Na këto e kena humanizmin, na jena rritë që ashtu, oraj që kanë morrit të brezët e ashtë. Veç kjo na mollë. Futëm prap live, po qështu, pasha. Më falni. Ju dua shumë, denkja me lobi Kosovës Shqipërisë. Shumë jam i gëzushëm shkoj të apin një espresso që atë t'i qeli sytë. Se para menoni edhe mbromni, edhe në diskoteka, edhe në dasma, faleminderit këtë atyre që më thrasin në për dasma jam mirë njës, se me që ato kontribuojnë nga pak, edhe kret kjo ngarkes, harrohet, pasha zotin e madhe harrohet kret, kur unë i kry rastet me sukses. A din që asë një rast nuk ka dështu kur një jetë? Ne. Kur? Asë një rast nuk ka dështu kur një jetë. Po e ndirë shumë. E di unë kush jeni jo, me di çfarë popullin jo. E di, se deri sa s'kemi pas shtet, çështoj na mojt. Po ka pak politika na ka përqa, po prap kena me bashku zemrën. Edhe jashtë parlamentit, jashtë politikës, kanë me menu mirë njerëzve veç për vendin, jo për partitë politike edhe politikën. Larg për qarjeve, gurbeqarve me neve, edhe neve me gurbeqar. Larg. Pik. Kënaquni, faleminderit shumë.